Ka gjithaj kanë shpërnda disa komuna dhe nuk kemi, herën e kaluar ka pas ma pak komuna vetëvendosja, mirë po tani edhe vetëvendosja ka hyrë në radhën e komunave tjera me numër të vërtet subjekteve tjera me numër të komunave, që për mua është pozitive sepse kemi një farë balance të shpërndarjes së pushtetit lokal. Nuk kemi një turrje të njerëzve që me çdo kusht as do të m'ia dhon dikuj krejt votat edhe tjerë do të me lanë pa vota. Dhe mendoj se kjo logjik do të ishte mirë që të bartet edhe në nivel qendror, që të peshohet puna, merita njerëzve, edhe të peshohet interesi Kosovës që të ketë një qeveri stabile, hiqet dorë nga folklorizmi. Herën e fundit që ka pas koalicion të madh, prap keni qenë ju i përfshirë, ka qenë ai koalicioni i famshëm me PDK-n që i ka pas 80 kusur vota. Qashtu ketë rasisht ka qellu që do prej njerëzve që mandej kanë dalë prej ati koalicioni, kanë deviju për grupit parlamentar, njoni me qenë kryetari Podujevës, tjetra me qenë presidente e shtetit, qëllën qashtu rasisht. Po, ka qenë koalicioni madhë që ka implodu, është prish prej mrena. Sa zër, ose sa letë është qëtash me kriju një koalicion të tillë me krejt që të polarizim në skemë politike? A ka qenë atëherë, si bas jush, ma letë me folë, me PDK-n LDK-ja? Ja, tërë kemi biseduar pa probleme, sepse ne edhe kur kemi pajtuar në vitin 2014, edhe ne kemi kaluar një kohë mjaftë dhe gjatë duke pushty për me bërë U ka qenë një deklaratë e juja në emision të unë, për në studio tjetër, në Nistenisht, që me PDK-n së shkojni, po mas... Ka qenë deklaratë, edhe se kemi pas mendin me shku, sepse se u kryin zgjedhjet, e pam që në qofë se ne që mbetëm do të që nuk dolem të partë, sepse unë llogarit shatër që LDK mund del subjekti i parë, nuk dolem të partë për të 3 deputet, atëherë ne mund bëhemi bashkë dhe t'ja pamundësojmë PDK-s që PDK-ja ta bëj qeveri, u pajtun edhe AK-ja edhe nisma, fillimisht ne s'kemi pas kur fare relacioni atëherë me vetëvendosje. Më vonë vetëvendosja u lejmëru, tha që nas jemi të interesuar me hynë qeveri, me jume, po ne jemi të interesuar me ju përkra, që atë qeveri që ju e bëne do të votojmë, por nuk do të, kjo s'do të që ne do të bëhemi pjesë e qeveri, që ishte një qëndrim mjaftë korekti i tyre, sepse nuk kërkojshin pozitan qeveri për votën që do ta japim. Atëherë kishim disa, në vërtet 2 vendime kanë qenë të gjykatës kushtetuese në atë kohë, të cilat ne pa mundësuan që ne ta bëjmë qeverin, sepse një vendim doli me konstatimin se grupi i parë që del, partia parë, ose koalicioni i parë, i cili del nga zgjedhjet, ka drejt që ta merr mandatin për qeveri, edhe ta ketë...